Mbrom në orën 23:59 ka përfunduar afati I aplikimit të subjekteve politike për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që pritet të mbahen më 28 dhjetor. Afati për aplikim pati filluar më 24 nëntor dhe ka zgjatur deri më 30 nëntor, ndërkaq në të njëjtën kohë subjektet politike duhet të njoftonin Komisionin Qendror Zgjedhor për formim të koalicioneve zyrtare. Valmir Elezi nga KQZ ka treguar edhe se sa subjekte politike aplikuan për zgjedhjet të 28 dhjetorit. Është përmbyllur afati për subjektet politike për aplikim për certifikim të pjesëmarrjes në zgjedhje dhe deklarim të koalicioneve nga ana e partive politike. Gjatë kësaj periudhe 7 ditore, 24 subjekte politike, prej të cilave 3 koalicione, 18 parti politike, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat I pavarur, kanë plotësuar online formularin e certifikimit për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Paralelisht me aplikimin për certifikim, është zhvilluar edhe afati për deklarim të partive politike për formim të koalicioneve. Sa I përket afatit për dorëzimin e listës së kandidatëve të subjekteve politike, I njëjti ka filluar më 24 nëntor dhe do të zgjasë deri më 7 dhjetor 2025.